Prej ngjarjeve interesante që na rrethen Zotin në Kur'an është edhe rasti kur Ibrahimi a.s. i lutet Zotit i tij pasi që shkon në Mekë. Ne dim që Ibrahimi a.s. është ai i cili ka ndërtu Ka'bën. Ibrahimi është baba i profetëve dhe Allah e ka zgjedhur ata si pres njerëzimit për shkak që i ka zbatuar detyrat dhe është bërë shumë i afërt i Zotit. Dhe më rëndësi, Ibrahimi a.s. e bën një lutje në Mekë, thot: o Zot, bëre këtë vend të sigurt, vend cilën ka paqe dhe siguri, dhe furnizoj banorët e saj me fryte, ata cilët e besojnë Allahun dhe ditën e fundit. Mirë po si përgjigjet Zoti, i thot: ku me i furnizua edhe ata cilët nuk besojnë, dhe ku me u mundësu me u knaq në këtë dynja. Mirë po në botën tjetër ku me i shty drejt dënimit të zjarrit, edhe sa ardhmëri e keqe është ajo. Por këtu e kemi shumë sime prej këtij rasti që Zoti ka biseda e Zotit me Ibrahimin. Njëra prej tyre është që Ibrahimi a.s. edhe pse është prej më të afërme të Zotit, Halil quhet. Këtë shkallën Halil e kanë arrit vetëm 2 krijesa. Ibrahimi a.s. gjyshi dhe Muhamedi a.s. nipi. Vetëm këta 2 e kanë arrit këtë shkallë aq lart, po megjithatë Zoti nuk ja pranoi lutjen e Ibrahimit a.s. Kur u lut, që tha: o Zot, furnizoj vetëm besimtarët në Mekë, kurse jo besimtarët mos i furnizoj. Zoti ja kthej me krenarinë e tij të plotfuqishme, i tha: ka me i furnizu edhe jo besimtarët. Në këtë botë nuk bën Zoti dallim me mëshirën e tij të përgjithshme midis besimtarët dhe jo besimtarët, gjithëve ju jep. Mirë po në botën tjetër i vazhdon i shton edhe shumë mëshira. Në këtë botë ka shumë veç një mëshirë. Botën tjetër i bën plot 100 mëshira, gjitha për besimtarët, ose jo besimtarëve asgjë nuk do t'ju takoj. Po mësimi është, çka më duhet të thonë me këtë, është që nga një herë shikoni, kur s'ta pranon Zoti lutjen mos u dëshpëro, se Zoti e di më mirë. Ti nuk e din çka është mirë për ty. Ti nuk e din a thehen rregullat e universit, balansi me lutjen tonë. Prandaj Zoti e di më mirë kur ta pranon lutjen e kur s'ta pranon. Po edhe nëse s'ta pranon, ti do të marrësh problem shumë të madh për vetë faktin që ke lut Zotin. Prandaj le ta kemi parasysh këtë rregull dhe të mos i ndalim lutjet për Zotin, se s'ka më mirë se mu lidh me krijuesin.